Shumë pak pensionet dobta janë. E kanë folë që më na i dhonë ma shumë, po të iper po di kur i dhona, qa bojna. Ju vëlla veç, na dhonë diçka akraboja, dikush, s'na den me hjeka pensioni s'del veç për bardha, e për nej kafe dikun, se kur që ma shumë. A duhet me pas ngritjet e pensionit? Motje kanë folë që ka me pas rritja ja kur që s'po bëhet, kur që s'po realizohet. Nashta inshallah i rritin, veç pensionistët i kanë qitë pe programi krejt. Së flet kush për ta, pa pensionit qysh po thënë nër 500 euro pak është. Po të den 500 euro më ne bo, kysh bo. Me konë që realizohet. Pensioni nuk mjafton, po duhet me familja, fëmijët, plotësohet, për ndryshe duhet me kursye. Une relativisht mire kom pensionin, po me gjithate devalvimi për botë vetën edhe nuk del, nuk mjafton. Është një obligim ligjor çdo vjet me pas ndryshime, po këtu po flasin para fushatave zakonisht, po masandaj po i harrojnë. Pa i shqyqon më pak se 500 euro, atëherë është ma shumë i përngjan ndihme sociale. 500 euro e ma shumë, aty ku ka mundësi për shembull. Veç unë kisha thonë diku minimum 500 euro me qenë. Kur jem një person, ja dalin disi. Më konë 2 ma tepër, nuk mjaftojnë. Po dalin disi, si bas nevojave. Rritje duhet pa tjetër, po presëm dhe sot kriju kushtet e volitshme. Ka dykon ka 500 euro, kish mujtë më bo, ma egzistuve mesatarisht. As mirë, as keq.